Të dashtën miq të podcastit Shako 3, por I kthehemi përsëri në shtëpitë juaja për t'ju sjell informacionet më të reja të cilat ndodhin në vendin tonë dhe në botë. E di që ju kemi mungu, po mas shumë të ju ka mungu Ali Sefaj. Nuk po du me fol për profën e disa nga sumaj, se vazhdojnë mungesat e tij si në shkollë. Fatkeqësisht e di edhe sot nuk është me neve, siç duket ka pas disa detyra mi kontrollu. E ftojmë profën me në bashkangjit sa më shpejt, sepse pe lyp veni, po natyrisht I pas zëvendësueshmi, I pa konkurrueshmi, vazhdon me qenë me neve. Dhe pos tjerash, sot e kemi edhe një musafir special, me cilin do të merremi për një temë interesante, po nuk besoj edhe shumë në interes publik. Ale, ku je konta putën këtë ditë, than 2-3 vetë nalën rrugë, than ai kishit nal podcastina. Po, jemi konë të merr me punë për ime, me çështje serioze, me cilat më bon me I prek. Që I prekun punë të huja, a mundet me të kap struja. Po me çfarë punë brali po të më marr më të rëndësishme se me dojnë televizor? Po, jemi konë gjithandej në për televizore. Po ti punë ti ke kry, fmi ki, ora ti ke mjell, pore, kumni që ke bo me thos. Pore, ti çfarë punë po të tjera? Ka shtu zoti bereqet sa gjevap nuk po muj me I dhonë. Amo ma të rëndësishme se hallet tona, ma të rëndësishme se bizneset tona, ma të rëndësishme se sa vetja jonë, është interesi publik, e që për cilin shpeshherë ata që I zgjedhim nuk na përfaqësojnë, ose ma mirë më thonë, harrojnë, apo si që thot populli, bën vo në livadhin e kujshis, apo lehin në livadhin e kujshis, dhanë se mi dalë zot detyrave të shtëpisë. Ale ku ke bo shumë serioz më këtë ditë? Ku po rre? Nuk jam bo serioz. Ku po qethësh? Berberin ma kanë nalë në kufi. E s'ka ko që s'ka mujt më dhëtu, për shta nuk o mujt fort më dhëtu. Mërë ti edhe berberin e pas kënë ru, edhe lafët, a është Ali Sefaj kë? Po është Ali Sefaj, po për te probleme që I kem pas për ditë. Dikush ka vendos më na rëndu faturën, më na rëndu jetën, më na kriju vështërsit pa nevojshme, në krejt kit inercion, edhe në krejt kit inflacion që është u përball vani. Le, se dhe më mështini më bo serios a listash. A I ka fojet musafiri, a I ka fojet ambienti, atë që ka ndodhë burë se për me nuk po të gjë. Që vëpës edhe kameramonin, a I një të njoft alin. Që kërkur s'po të gjali. Problemi është jo veç të musafiri, po të tema. Edhe të inercioni që e ka prodhua jo, që shpeshherë problemet tona mujnë më konë të menagjushme, po që është thëshim plesht për para, shkat na gjonë më na gjetë bashkë me një dynja. E unë menoj që duhet me marrë masa preventive, mos me ndodh e keqja dhe shtrydhimi me një dynja, nëse ndodh individualisht, kemi mundësi me ndimu. Mirë po nëse na shtrejtohet gjithë shka, edhe na vështërsohet gjithë shka, kemi problem edhe me menagju punë tona, jo me ndimu të tjerët. Mirë, le, mos I veç e ktheve kështu pe prezentoj musafirin, nuk pe zgjasi ma shumë, se njerëzve besoj është ka ju interesën. Me ditë kënë kemi sot ftum, edhe çfarë teme kemi. Po zakonisht e di që te musafir ta la ty, se I ki do farima, e njerëzve ju ke mungu me qëto rima. A ki farime për këtë musafir o burë? Jo, musafirin nuk më I me prezentu me rima. Pse? Se rima nuk e nxan, e nuk I bjen tamam. So herë dështojnë komuna e qeveria, Leoni ja u hek burlogun që e keni rrethëku të shtëpia. Amo është veç një diçka, që nuk pjemi jaftojnë problemet veç të mjedisit. Po duhet krejt problemet tjera mi kthy e mi adresu me gjlisit. Edhe problemat e fakturau, edhe të rrymës që na u ka shtritu, po duhet më orë Luan Hasoni, edhe më naj adresu. Mirë se vjen Luan. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë me ju. Une nuk jam as kur gjo ma shumë se sa një prej aktivistave cilët shtrin vetën në mesin e atyre që I pengojnë disa fenomene që ndodhin në shoqëni. Sigurisht që shoqënia jonë ka probleme të shumta, duke fillu që prej, falni pak për seriozitetin, po me të vërtet çështja është goxha serioze edhe e kam problem mu përshtat me humorin e juaj,
këtë rast mirë, po ju kërkoj falje dhe juve dhe Jo mërë të më puna edhe Aline kemi sot serios. Shikuzve t'juj. Kështu që ajo çka isha të thonë është që kjo shoqëni ka probleme të shumta duke filluar që nga një lloj stërkeqje dhe një lloj pasivizimi total. Askush pothuajse nuk e ngre zonin për kurrë. Do thotë ne ballafaqohem çdo ditë me shumë probleme tona të jetës dhe në anën tjetër reagimit i kemi vetëm në suazat e një grupi të ngushtë, qoftë familje, qoftë shoqëni, por asnjëherë nuk dalin për tej. Dhe kjo më ka bërë që tash sa vite të provoj të dal për tej çti rrethit ngushtë shoqënor dhe të kërkoj pak më shumë. Ndoshta jo puna më ka lidh me plot shembuj në vende të ndryshme dhe e kom pa aty se si njerëzit kur bëhen bashk munden me bën ndryshime edhe punë të mira. Dhe jam mundu me atë sa kom mujtë ditë për këto vite me kon një prej aktivistave i cili jo vetëm flet, por del dhe angazhohet edhe konkretisht për të mirën e publikut. Tash ka njerëz vlerësu, ka njerëz jo, por unë megjithatë jam i përmbushur, ndina me të vërtet mirë që megjithatë kom nis shumë herë iniciativa të cilat kanë bërë bashkë njerëzit dhe kemi provoku debate të ndryshme në shoqëni. Tash diku i kanë pëlqyer, diku jo, kjo fare pak ka rëndësi, mirë po këtë rast ka nis gjithçka prej diskutimeve të përbashkëta që i kemi pas, që mos i marr meritat edhe vetë bashkë me ju të dy, po edhe me një grup tjetër që nga lajmi ishte dikon muaj janar nëse s'gaboj që tarifat e energjisë elektrike po rriten. Dhe na dolën na thanë që kjo është lajm i pavërtet dhe derisa kjo u bë publike prej zyres së rregullatorit për energji dikon në fillim të muajit mars dhe për disa ditë, dikon 10 ditë nuk e kanë kalu, ku ne nuk e pa mas edhe një reagim prej askujt. Në anën tjetër, në diskutime që thash me njerëz të ndryshëm, ne merrem informata që kjo rritje do të jetë zinxhir në plot sektor, dhe duke qenë kështu, ishte pamundur që fillimisht unë, normalisht në koordinim bashkë dhe thash me ju dhe me plot të tjerë, të mos se filloj një reagim publik i cili kërkon spori transparencë, edhe dyta përgjithësi prej atyre të cilët po duan të na rëndojnë jetesën këtë vend. Dhe rezultoi mirë, po shihet një mobilizim jashtëzakonshëm për plot aktorëve. Tani më është krijuar një frym jashtëzakonisht e mirë në një pjesë të madhe të shoqënisë tonë, ku njerëzit kanë filluar të vërtet të zgjohen, kuptimin që kjo që po ndodh është e pakuptueshme, përderisa ne nuk kemi lëvizje të tjera të cilat na ndihmojnë që të përballojmë këto çmime që po rriten. Dhe jemi në rrugtim të mirë dhe të shtunën në orat 15 në sheshin Skënderbej kemi me pa që kjo shoqëni është e vetëdijshme për rolin që e ka dhe rasti është që të manifestohet me pjesëmarrjen e madhe në protestën cilën e kemi organizuar bashkarisht dhe po bëhet me një qëllim vetë. Të kërkojmë drejtësi për veten tonë që na mundsohet të jetojmë normalisht në këtë vend për cilin është bërë një sakrificë e madhe, është derdhur gjak, janë sakrifiku breza për të jetuar mirë, lirë dhe normalisht. Dhe kjo po duket që akoma nuk është arrit, sepse jemi dëshmitar gjithë që jetojmë dhe punojmë këtu, me sa sfidën përballemi secili prej nesh, që nga momenti kur zgjohemi e deri kur shkojmë në gjumë, sa kërkesat i kemi për familjen, për shtëpinë, sa fatura na vjen, dhe në fund të muajit sa probleme kemi të mbulojmë. Mirë, Ali, kështu, është e vërtet, tash zakonisht në këto farë organizime, ekziston një grup i njerëzve të cilët e bojnë shpesh një pyetje. Pse ju? Që kjo është pyetja gati ma e shpesht, por njëkohësisht edhe është edhe ma simpatike. Për arsye se qysh ja u kthejmë përgjigjen ti këtyre njerëzve që thonë pse ju? Po, pse une
për arsye se s'janë dalë ata. Mund dikush duhet me nis. Në një shoqëni ku shumica heshtin, gjithkuj apo shumicën herau, dikuj i bjen ta luaj protagonistin. E unë mendoj që në vazhdimsi jam bëj atyne që më ka interesu sfera publike, e ajo që më ka vetdjesu ka qenë lufta. Se na e kemi po që në një shoqëni ku nuk ki mekanizma, duhet me pas organizim edhe shoqënor për mos më shku dëm. E pastaj pas lufta na ka tregu që shumica e mekanizma neve na bëhen jo funksional, edhe duhet dikush me kon rolin kujdestar, siç ndodh me qenë prindin shtëpi, ku secilën herë fëmia e ka për detyrë mu përgatit për shkollë, detyrat i merr në shkollë, llogaridhonjen ka me i bën në shkollë, mirë po në rast se nuk e ka një kujdestar gjithë kohën mi thonë, bëni detyrat, a ke mësu, a je bogati, domethënë nuk mjafton që ky relacion i ndërthurur që do të me bën. Tash a i shdosh me kon dikush tjetër në këtë kauzë dhe në shumicën e kauzave, pa dyshim që i shdosh me kon. Unë që vi për institucione publike, shpesh ndodh me taku njerëz, thot i shbo bërllëg të Badovci, i shbo dikun tjetër, e thira Luan Hasonin, halo nuk u dojnë me boni aksion. Amo harrojnë që janë kompanit për menaxhimin e mbetërina, harrojnë që janë komunat, harrojnë që janë ministrit, harrojnë që janë disa aktorë të tjerë që i shdosh me bo qatë punë. Mirë po si rezultat i avokimit... Api bjen kjo që Leoni ma shumë ka bo dëm. Po, se i ka mësu njerëz të keq. Jo, është një diçka. Domthon e ka ngrit vetdijen e rëndësisë së avokimit, sa që njerëzit shpeshherë organizata dhe individ i shohin të barazvlefshëm ose më të lartë dhe më të denjë se institucionet për me zgjidh një problem kur ata hishtin. O zaten në shoqënitë konsolidume, avokimi i shoqërisë civile apo i zona respektiv është shumë i rëndësishëm para secilës vendimorje, për arsye se ata moten kur kanë me marrë një vendim, se e din që i kanë përballë një komunitet që nuk pajtohet kur vendimorja e tyre është në dëm të interesit publik. Nashta nivelin ku e ka pru Leoni dhe disa organizata tjera mjedisore, komunikimin, diskutimin, aktivitetin për të mirën publike, shpesh herë i bën edhe njerëzit, edhe institucionet me xhelozu, nashta ndaj herë edhe me përdor zhargonin që duhet, mirë po kur i shen njeri këto figura, janë kthyn në brend të avokimit për të mirën publike. Luan, a janë njerëzit gati në këtë vend mu mobilizu, me dal, me bo thirrje, me protestu, mu angazhu për të mirën e përbashkët? Sheshe në bazë të angazhimit gjatë që e ki. Shoqënia jon është goxha interesante, do të thotë për kuptimin e reagimit për problematika të caktuara. Pra, ne kemi shembuj të kaluarën ku shoqënia, njerëzit kanë dalë, kanë protestu, po kanë protestu kryesisht për çështje politike. Pra, ne dim ato protestat e famshme të mëdha, të cilat kanë mobilizu mira njerëz për t'i kundërshtuar vendimet e caktuara të pushteteve për çështje të cilat kryesisht kanë qenë politike. Dhe sikur shoqënia është mësu që reagimin duhet ta bëj vetëm për këto çështje. Pra, sigurisht që kjo e ka mandej, mendoj edhe atë të kaluarën ku ne kemi pas probleme për krimin e shtetit, okupimi e plot dhe sikur e ka formësu shoqëninë që duhet gjithmonë të reagoj kur janë në pyetje çështjet politike, pra demonstratat e famshme të viteve 68, mandej 89 e tjera, pra e kanë kriju një farë bindje të një pjesë e njerëzve që ti reagon vetëm atëherë kur rrezikohet stabiliteti, duke filluar që nga familja, shteti e tjera. Pas lufte e këtej, normalisht që shoqënia sikur i ka dhënë shans politikës, institucioneve për të punu, sepse ka qenë ndër gjithëve që ne me pas shtetin tonë, me pas institucionet tona, me pas njerëzit që flasin shqip, pra ne kemi atë thënien e famshme ku na ndalon polici dhe na bën nervoz me najdenim, i thojmë s'ka derë se shqip po flet o burr. Kështu që kjo mendoj që është njëra prej arsyeve pse njerëzit kanë hezitu të reagojnë në formë të organizuar, sepse kem pas një dëshirë jashtëzakonshme që me
ti kemi institucionet tona dhe njerëzit tonë duke qeverisë, pra ju kemi dhënë shans sa po bën 26 vite pas lufte. Mirë po, viteve të fundit shihet një aktivizëm që ka nisur në rrjetet sociale. Pra ardha e rrjeteve sociale ka ndryshuar pothuajse qasjen e njerëzve, pra ju ka dhënë hapësirë të gjithëve që të reagojnë, pra është bërë kryesisht Facebooku si një format ku njerëzit diskutojnë, komunikojnë, angazhohen për të mirën publike, por është një problem në këtë rast që njerëzit po mbesin vetëm aty. Pra kemi raste të rralla ku iniciativa të caktuara të cilat kanë qenë të fuqishme në rrjetet sociale, mandej janë reflektuar në prezencën fizike të njerëzve për të marrë pjesë në aktivitete, pra një për shembull është edhe puna jonë që bëjmë kur i thrasim njerëzit për të pastruar, domethënë jo shumë bazohemi në atë grupin që bëhet në Facebook. Sado që ajo është i mirë për informat, zakonisht angazhohemi që është më lehtë Facebook me reagu se sa me dalë në terren. Angazhohem më shumë në këto takimet fizike me njerëz për t'i mobilizuar. Mirë, kështu kur vrejt, po vetëm edhe në fjali, çka kam vrejt këto 10 ditë sa ne jam angazhuar në këtë fushat, kërkesa kryesore e të gjitha atyre të cilët kanë komentuar në postimet tona për fushatën kanë qenë kjo është kot nëse nuk do të ketë protest. Pra, me thonë drejtën edhe kur kem diskutuar mrena nesh për organizimin e protestës, i kem diskutuar këto. Pra, e kemi pa që njerëzit me gjitha të kanë fillu me kuptu se sa rëndësishme është që ata duhet të bëhen bashk dhe të dalin në shesh, në rrugë për të kundërshtuar vendimet e caktuara të pushtetit. E po mendoj që kjo është një piknisje e mirë, pra protesta të shtunës ka me jap një mesazh mendoj shumë serioz tek vendimmarrësit që nuk munden të tallen me qytetarët aq më pak kur është në pyetje interesi etik i tyre për të jetuar normalisht. Mirë, Ali, tash po flasim specifikisht për temën. Normalisht Leoni e përmbledhin në aspektin e përgjithshëm, po problemi aktual për cilin jemi të diskutuar edhe sot është, edhe po besoj që është bërë temë debati në secilën familje, është shtrëtimi i energjisë elektrike. Viteve të fundit është tentuar me u bën një lloj fushate që në Kosovë s'ka nevojë më rrit rryma elektrike, ka mjaftueshëm kapacitete kështu me radhë. Në anën tjetër po besoj ata që kanë qenë më afër me sektorin i kanë ditë edhe problematikat, e kanë ditë që s'është i tillë realiteti dhe jemi përballë edhe me ndërprerjet e energjisë elektrike, sidomos këtë vitin e fundit kemi pas komuna tona të cilat kanë pas ndërprerje gjata me muj, s'kan pas stabilitet në atë periudhën e konsumit më të lartë, sidomos na e dim që në periudhën e dhjetorit, janarit kur janë temperaturat e ulta, nevoja për konsum rritet edhe ka pas edhe ndërprerjet më të energjisë elektrike. Sipas teje, pse njerëzit duhet më u bashkëngjit shtunën, cilat janë disa arsye të cilat duhet me ngrit zonin edhe duhet me i thirr gjithë me marr pjesë në protestë? Po janë disa arsye. Në radhë parë është njerëzit që i kanë delegu institucionet e Kosovës, që janë bordi i zëres, atje është për me lujt rolin e regulatorit. Ata aty kanë dështu me përmbush misionin ose kanë heq dorë nga misioni për arsye se nuk kanë bërë as përpjekje. A i kështë pas një mesazh specifik fillimisht për zërin? Po, e kështë pas një mesazh specifik për zërin. Me qenë se jemi duke shkuar në sezonën në verës. Nevojat për konsum të energjisë janë dukshëm më të vogla dhe besoj lehtësisht mbulohen pa pas nevojë për të importu, mirë po edhe në rast se duhet me importu, çmimet e energjisë në sezonën e verës janë aq të ulta sa nuk ka nevojë për subvencionim. Pastaj në rast se flasim mbi raportin për të hyrat maksimale të lejuara, aq është banal sa që një trup profesionale dhe funksionale si zërej të bëj rekomandimet në atë dokument është e pafalshme kur kihet parasysh se ata paguhen me 5 vete rreth 100.000 euro nga taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Çmimi i energjisë në tregun e energjisë në qerekun e 4 të vitit 2024 ka qenë mesatarja 78 euro për megawatt. Në rast se shohim çmimin e megawattit që e blen
Kedsi nga keku është 9.30 euro ose rreth 30 euro, e që në tarifën e lartë u ashet konsumatorëve gjithësisht bizneseu deri në 125 euro, që i bjen 4.5 herë ma shtrajt. Dhe veç tek ne ndodh që ne t'i paguajmë humbjet, ne t'i paguajmë kesh menaxhimin, ne t'i paguajmë kesh planifikimin, ne t'i paguajmë se cilin dëm, secilin dështim, dhe se cilin dështim që e bëjnë ata, na faturohet ne. Dhe ne nuk duhet jemi tabele e qitjes që ne të na faturohet çdo dështim. Pastaj në rast se shohim të hyrat sa i kemi për kokë banori dhe veç mirë, mas jemi qëto që ku jemi. Se jo rastisht e vendosa këtë tabel, do të thotë çmimi i rrymës në rajon se është tentuar me u paraqitë edhe që Kosova i ka rrymën më të lirë. Këtë projekcion dhe këtë tabel që ka përgatit Shenolli, po besoj kemi pas rastin dhe në disa media me po për ata qytetarët të cilët nuk e kanë po besoj është mirë me tregu që kostoja kilowatt në orë me rritjen e re do të arrijë në 8.8 cent për kilowatt në orë, tu e krahasu me GDP për kokë banori, po shihet që Kosova dele para. Do të thotë do të jetë vendi jo me rrymën më të shtrejt kushtimisht, po krahasimisht me GDP-n do ta paguajmë më shtrejtin në rajon, që do të thotë prapë tregon që nuk jemi më të lirë në rajon. Në anën tjetër, që ku e kemi këto fuqi mbledhëse, më besoj GDP-ja jemi në vendin e fundit që ku jemi këto. Vendin e fundit. Do më thonë, para neve është edhe Moldavia, është edhe Ukraina që është në luftë. Do të çdo dhona, të cilat jo rastisht jemi t'i paraqit, janë për te kësaj. Shtoja kësaj që 85% të nevojave energjetike Kosova i plotson nga prodhimet e kekut, e nga prodhimi i kekut këta e blejnë megavatin më pak rreth 29 euro e gjysa. Më pak se 30 euro, dhe atë e shesin në tarifën e lartë. Sipas kësaj ale, pse do të mu rrit rryma? Po unë mendoj që pse do të mu rrit rryma? Rryma do të mu rrit për dy arsye. Për shkak se ka kërkesa Kedsi, edhe për shkak se mafia energjetike ka mbri me kontrollu faktikisht edhe qeverinë në rajon, veçmas edhe mekanizmat tonë, cilat do duhet të ishin në mbrojtje të interesit publik. E tash për qytetarët, Luan edhe Ali, a e meriton që ky populli çto? Kjo është një matje, një tabel që e ka përgatit Gapi, po shihet lëvizja e kredive ndër vite ale, prej vitit 2015 dhe vitin 2024, kredit konsumuese. Që projekcioni që shka lëviz i kredive pas periudhës pandemis, dhe më thonë prej vitit 2020, ma ndesi do mos 2021 ta e ka rritjet ma të nalt, 2022 është një ramje letë, prap 2023 shiko ku kime arrit 2024. Cila ke pyetja jote a e meriton? Që ky popull që është i rast në kredi, a e meriton këtë rritje o burr? Nuk di a e meriton në populli këtë rritje, pa dyshim që nuk e meriton, mja vështërsu jetën. A mua e meriton na me ngrit zonin për ta? A e meriton na mu angazhu për ta? A e meriton na mu avoku për ta? A e meriton na me bo se cëllën përpjekje për vetëdjesim edhe për me refuzu qëto faktura, në rast se i shohim njerëzit që i kanë bo ka 30 vite burg për këtë vend, edhe njerëzit që janë sakrifiku me çka kanë pas. Ky është krejt një argat i vogël, një prishje e komoditetit jetësor tonit për më vu në shërbim që sa i ka uze që nesër mos më thonë nuk dul dikush me kundërshtu se na ishim bashkangjit. Thjesht ne jemi veç lehtësues në këtë proces, më dhon mundësi më organizu edhe me kundërshtu për arsye teknike dhe financiare nuk ka që Kedsi dhe ZRE më na i rritni faturat. Fatkeqësisht ne nuk kemi institucione kredibile që do duhet ta thirrnin ZRE-n dhe t'i thonin që ju duheni ta refuzoni propozimin për ngritje të çmimeve, tulen krejt aktorët të diskutojnë dhe në fund, në rast se nuk ka zgjidhje tjetër, të gjendet modaliteti sa duhet të jetë ai ndryshim. Fatkeqësisht ZRE është tallë me qytetarët e Republikës Kosovës, duke u thonë që kjo ka përfundu, urojmë që vitin tjetër
mund gjajmë rrymë me lirë, ose dilni, blejeni, ku do që të gjani ma lirë. Na e gjojmë ma lirë, e gjojmë të keku, për këta kanë bo marrëveshje afatgjat që ne nuk mund të furnizohemi me energji elektrike prej ati që e shet. A e shojmë vetëm edhe këtë fotografi, më ndaj e kam një pyetje për juve. Qëto e kemi ne pasqyrë të mbi tërheqje, vali, overdrafti ose mbi tërheqjet që i kanë bo, çka i bjen ma let me për qytetarët, nëse e ki një rrogë 600 euro, ti e këtë rrek edhe një rrogë mrena mujt, që s'ke mujt mi mbulu nevojat e tua. Domethënë që mbi tërheqjet në vitin 2021 ali, në vitin 2022, në vitin 2023, edhe dhonat janë që në vitin 2024 është halo më nalë se so 471 milion. Domethënë 471 milion euro njerëzit fatkeqësisht gjasat janë që ta i kalu shumën 600 milion euro. Viti 2024, që do të thotë po thellohet kriza. Kriza dhe varfria, për arsye se qytetarëve të Republikës Kosovës nuk ju mjaftojnë hyrat buxhetore që i kanë qoftë nëpërmjet pagave, pensione, ndihme sociale, biznese të ngjashme, dhe ju duhet vazhdimisht, ju duhet se tot populli vazhdimisht hyn minus një pagë mranda sa u alejon. Që do të thotë ale, prej vitit 2021 në 4 vitet e fundit, tarifa e lartë është rrit 126%. Viti 2021, kur s'ka pas blok tarifa, për mja bo pak ma të qartë edhe njerëzve, në vitin 2021, për shembull në Kosovë Luan s'ka pas blok tarifa, ka qenë një tarif fikse. Më thonë, e larta 6.75, edhe e olta ka qenë pak nër 3 cent. Mandej në vitin 2022 janë vendos blok tarifat. Është vendos për 800 kWh dhe 900 kWh. Që 2022 tarifa e lartë ka qenë 12.53, në vitin 2023 tarifa e lartë ka qenë 14.45, në vitin 2024 ka pas një ranje 13.29, dhe tash me projekcionin e ri me rritjen 15%, në vitin 2025 tarifa e lartë për konsumatorë që shpenzojnë ma shumë se 800 kWh do tjetë 15.28 Veç po harron ti diçka këtu. Në vitin 2021 na kemi flajt mi shumë energji, kemi pas thëngjell miliardë, tash e kena harxhu. E kemi harxhu. Më thëmë, për mu është e habitshme që ka mundësi më degradu procesi deri në këto përmosa. E fatkeqësisht edhe keku ka dështu të përmbush obligimet e tyre, kjo ka ardhur si rezultat i emërimit të njerëzve jo profesional dhe si njerëzve që kanë udhëheq procedurat të prokurimit për remont dhe marrëveshje që kanë pas me kompanit në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, kanë udhëheq tendera një burimor, cilët i kanë lënë bloqet kekut për një vit jo aktive, që i kanë kushtu buxhetit Kosovës fix, veç njëri prej bloqev që ka mbet pa hyrë në funksion për një vit, i ka kushtu buxhetit Kosovës blerje të energjisë 37 milion euro. 37 milion euro. E tash na që ato se në kërkesën për mu rrit tarifat, është edhe humbjet e vitit kalum. Ajo çka është më rëndësi, kur kush nuk e din cilat janë të hyrat, cila është bilanci, nuk kem pasqyrat se boni analizë mirëfill. Të audituara të kjedësit për 5 vitet e fundit, e me qanë se ata kanë monopol energjetik dhe kërkojnë të narriten faturat për ditë. Mirë për ligje edhe për shoqëritë tregtare, ata e kanë obligative që pasqyrat financiare të audituara jenë publike që qytetarët e Republikës Kosovës mund t'i shohin ato. Edhe një çështje tjetër. Pak tek këtyrat për kokë banore në vendin tonë. Pra, ne po jetojmë me një kohë kur inflacioni është shumë i lartë. E në anën tjetër, institucionet tona pothuajse bëjnë zero lëvizje, përveç disa pakove ka 100 euro duke ja dhënë njerëzve në formë telemoshës, ndërsa kur flasim për rritje pagash, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, kemi pothuajse zero lëvizje. Dhe pyetja kryesore, qoftë e imja, qoftë për plot njerëzve, është se nëse rryma është rrit 126%, dhe çdo çmim tjetër është rrit deri në 50-60%. Pra, duke filluar nga 10, 20, 30, e në anën tjetër, niveli i pagave është i palikundur, si do të mundin qytetarët e këtij vendi ta përballojnë pagesën e këtyre faturave.
Jashta dhe larg edhe këtij debatit i cili sigurisht që është shumë i rëndësishëm për obligimet që i ka qoftë Keci, qoftë Kesko, qoftë se cili institucion tjetër ose marrëveshje që ata mund t'i kenë të brendshme apo të jashtme për blerjet rrymes. Është edhe një çështje shumë e rëndësishme për cilët ne po flasim me qytetarë dhe po i ftojmë që të bashkohemi dhe të kërkojmë për institucioneve se të paktën a është e mundur që pagat këtë vend fillojnë të rriten, të bëhen pako për ndimin e bizneseve, pra se cilin biznes e prek kjo rritje e energjisë elektrike, pra sipas ekspertëve dhe shumë udhëheqësve të organizatave të cilat i përfaqësojnë bizneset, kemi paralajmërime deri te mbyllja shumë bizneseve. Do të ketë një atak për prodhimtarinë dhe industrinë. Kështu që duke parë një pothuajse heshtje totale të institucioneve përgjithëse, që ata të paktën të dalin dhe të na ofrojnë një plan i cili pas kësaj rritje të energjisë elektrike do ta mbështet qytetarin dhe biznesin, atë është e pamundur pa dalë në rrugë dhe në shesh me ndalu këtë. A duhet, Luan, çka po shohim është një farlloj, po mendoj, një farlloj frike, po e quaj kështu kushtimisht, një lloj hezitimi i shumë kategorive shoqënore për mos më bashku protestës, ndoshta e lidhe më herët që gjithçka ka qenë politizuar me skajshmëresh në këtë vend dhe njerëzit kanë mbet ndoshta me të kalumën. Po a do të më qenë ky si momentum me shfrytzuar dhe qytetarë të cilët e kanë këtë varësi, e kanë për shkak të situatës ndoshta edhe socio-ekonomike në vend që ka ekzistuar, a do të më shfrytzuar si momentum me tregu që megjithatë është momenti që ata me dalë prej kësaj. Qytetarët e kanë shansin një tek. Edhe bizneset kur po flas këtu sepse kemi edhe numër të bizneseve që ne e dimë që prap ekziston ajo frika që mundet me pas si ka ndodhur në kalumën, po e quaj ashtu mos bëhemi interesant. Bizneset janë fatkeqësisht shumë prej tyre edhe të shantazhuara prej elementeve të caktuara të vendimmarrësve. Pra duke provu që ti ndalojnë që ata të jenë të organizuar për t'i kundërshtuar këto çmime, dhe që është për të ardhur keq dhe unë bëj apel që mos të kem frikë, sepse fundi i fundit janë bizneset, janë taksat e tyre dhe tatimet që ata i paguajnë, të cilat e mbajnë gjallë ekonominë tonë. Pra ata nuk kanë nevojë me pas frikë prej as edhe një institucioni, sepse punëdhënësi kryesor në këtë vend janë sektori privat, dhe ata duhet të jenë shumë zëshëm për të kërkuar lehtësime prej shtetit, lërë që as nuk duhet të vjen në shprehje në këtë moment rritja e rrymës, sepse kjo mandej, sipas ekspertëve, do t'ju ndikojë atyre në rritjen e plot sferave të funksionimit tyre, po që nga lënda e parë e deri të gjithçka që me energji elektrike lidhet sot gjithçka. Andaj bizneset duhet ta kuptojnë që e kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë shoqëni, pra duke kontribu për mirëqenien e secilit, qoftë njerëzve që punojnë aty e deri te ekonomia në përgjithësi. Dhe qytetarët duhet ta dinë që nëse nuk fillojnë më reagu seriozisht ndaj këtyre vendimeve të dëmshme që po merren çdo ditë në kurrizet e tyre, kjo do të vazhdojë dhe kjo vetëm sa do të bëhet më e madhe gjithmonë. Andaj shtura është një rast dhe unë jam i bindur që nuk do të ketë hezitim për pjesëmarrje në protestën, e pres që mira njerëz të shohim në shesh, dhe gjithashtu duhet ta them që nëse ky vendim, sepse dëgjova më herët që tha çka i thoni zërrejës, nëse ata po mendojnë që ne do ta kemi një protestë dhe këtu do të fillojë mbaroj, e kanë shumë gabim, sepse kjo është vetëm një fillim i kundërshtimit. Dhe do të ishte shumë më mirë për ta që ta tërheqin këtë vendim. Mirë, sa jemi këtu, veç mos tik prej temës. Nëse kushtimisht zëreja ju fton takim. Edhe thot, okay, po him debat, po negociojmë. Po. Deri çfarë pike, cilat kishin qenë kushtet? Zëreja së bashku me institucione tjera të cilat janë përgjegjëse për mirëqenien e këtij vendi, edhe mos ta ftojnë takim hiç. Vetëm le dalin me një plan i cili fillimisht i ndihmon qytetarëve që me i përballu pagesat, veshtet na tregojnë se si kanë me bë dhënë afat kohor kur do ndodh kjo. Le të pezullojnë vendimin, nuk kanë nevojë asnjë debat tjetër. Do thotë kjo gjë është e qartë, nuk ka
Kur që kushtimisht, zëre i thot pepezullojnë vendimin, nuk të regojnë afat. Kjo është ajo fakt që përkërkojmë na. Ky vendim të pezullohet dhe të fillohet një diskutim publik, ku do të thonë kërkesa është me rifillu një debat. Absolutisht. Do të thotë ky debat duhet të jetë një debat social, i cili i fton të gjithë akterët, që i prek rritja e çmimeve, dhe të vijë me një konkludim dhe me një plan të cilin do ta miratoj qeveria e cila po vjen, kush do të qoftë, në mënyrë që qytetarët ti përballojnë çmimet që po rriten. Mirë, atëherë unë kështu po tentoj këtë që vi thot Leoni, vish ta përfundoj Ale. Na kemi dërgu bes komentet. Bes kemi dërgu komentet. Në adresë të zëres. Kanë shku mira komente. Për çka deka vera? Po stash on zet vet o burr. Jo, në korënësia është nxehta është ftoft. Secilën herë që ka propozuar Zërej më na i rrit çmimet, e ka gjetë këtë periudhë kohore ku njerëzve ju vinë vallai unë vish nisën e di sigurt. Ju vinë faturat. Zërej. Halin kurse kum po më serioz. Se çto ditë. Halo nuk mujta 10 sekunda me largu prej seriozitetit. Kështu që punën e keni seriozisht. Kërkesa e grupit është pezullimi vendimit. Kjo është e padiskutueshme. Me afat spaku 6 mujor. Pezullimi vendimit, afati minimum 6 mujor, rihapja e një diskutimit përgjithshëm, debat publik me gjithë akterët dhe mandej mu vendos disa specifika se si me vepru tutje. Kërkesë më të lehtë. Nuk e di a keni pas ndonjëherë në tavolinë. E pezulloni vendimin, i ftoni krejt akterët, diskutojmë bashk edhe shohim cila është më e mira për gjendjen e qytetarëve. Ale, nëse Zërej, se Leoni në pyeta nëse ata pranojnë me ndryshu. Nëse Zërej ngul kom edhe thot o ju bëni çka doni. Për mu që thojnë ata edhe kallne, nëse kena njet me ikpi vendimit. Qysh është përgjigja? Ata janë atje për me mbrojtë interesin publik. Para secilës vendimore, sipas ligjit. More janë atje, leheti për çka janë? Po ligji. Ti çka i thu? Ti çka i thu Zëres? Unë jam Zëreja. Takimi. Ti nuk mundesh ti nuk. Ç'e bëta ndaj? I merr Fejzullov. Zotri Sefaj. Dëgjoj manjer arsyetimin e kryetarit. Zotri Sefaj. I kemi lexuar komentet, janë shumë të mira. Unë jam këtu rregullator, nuk ndikohem emocionalisht. Nuk po tham sot se jam zbut pak ale, nuk po tham gjene ku dëni, kena me gjetë bashk, po kjo është çmimi, kjo është kosta reale, nuk mujna me ndryshu. E unë të them që ti duhesh me pezullu vendimin, me pezullu në afat vendimorjen 6 mujore, në rast se ti nuk e pezullon, po ndon syt qeveria dhe Kuvendi i Kosovës kanë mu përball me protesta, kanë mu obligu me të shkarku që nuk e ke mbrojt interesin publik, kanë mu obligu... Ose ka kursim shkarkon? Jo, ka të shkarkon Kuvendi i Kosovës, kanë mu obligu, ose kemi me dërgu, pa di, në gjykatë, në Prishtinë, kemi me vendos mosen e përkohshme për ta ndalu vendimin për shtrejtimin e energjisë elektrike, kemi me obligu Kuvendin e Kosovës me nxjerr rezolut mbi këtë çështje, kemi me obligu me nxjerr. Ale unë kam përkrojën e qeverisë. Ti mundesh me pas përkrojën e qeverisë. Ministria e Ekonomisë mu ma dha vizën. Ose edhe të ministres. Mirë po kur qeveria të përballet me protesta, ka me ndru qëndrimin për arsye se qeverisë të Kosovës, cilat do qoftë ajo për fshirë Albin Kurtin, nuk ka me i konvenu me i pas qytetarët e Republikës Kosovës kundër për një vendim të Zëres, sepse edhe njerëzit që e kanë votu lëvizjen vetëvendosje, sikur unë kanë me pagu faturën e energjisë elektrike, e nashta ty kryetar, ki mundësi me morë një meditje, e qajo meditje më t'imbulu shpenzimet energjisë. Sigurimi apo ma qëtë një jashtë. Sigurimi... Amo, vesh një diçka duhet me ditë. Shansë nuk ka mu morë kë vendim, e na mu pajtu me këtë vendim, mos me kundërshtu. Mos e lëndoni shumë, veç ka dalë qëtëne. Mos me mri me këthy në pikën zero. Besnik, kryetari i ZRS është aty, kryetari i bordit, apo kryeshefa si e ka pozitën, nuk është aty me na tregu ne qytetarëve se se nuk mundet me gjetë zgjidhje. Ai është aty me gjetë zgjidhje. Për to është zgjidhje kjo. Nëse për atë është zgjidhje dhe është në kundërshtim me interesin e qytetarëve, ai është aty për të shërbyer qytetarëve. Dhe ai veç lëshon në rrugë dhe vjen dikush tjetër, kemi pas këto ditë sa të duash super ekspert e energjisë,
të cilët kanë dhënë alternativa shumë kreative. Edhe pothuajse asnjë s'ka thonë që do të më rrit. Po pra, do të si ka Këto rrethona. që madje edhe doktorat shkencës, madje ekspertë që punojnë në për kompani shumë serioze jashtë Kosovë, kanë ndarë dhe kanë ofruar ndihmën e tyre dhe kanë dhënë zgjidhje alternative për këtë situatë. Dhe si që nga e mundur që të gjithë këta, po mu i kanë me gjithë zgjidhjen që janë jashtë, ndërsa ky zotëriu që paguhet me taksat tona aty, dhe tallet me ne dhe të na thotë që kjo është punë e kryer. E jo i nderuar nuk është punë e kryer, sepse janë qytetarët ata të cilët prekin për vendimit tënd. Ndoshta për atë nuk është problem sepse ai ka pagën shumë të madhe dhe nuk asçe vren rritjen. Niset prej asaj që e ka standardin e vet ekonomik. Mirë, po shumica e njerëzve këtu mezi kalojnë muajin dhe këta njerëz kanë me kërku me jetu normalisht ashtu siç po kërkojnë çdo ditë. Kështu që ai bën mirë shumë që me kuptu drejt shqetësimin ton, me kuptu drejt shqetësimin e qytetarëve, sepse mundet më bë vonë aty dikur. Dhe më të vërtet mundet që mos me shku me punu në atë zyre për shkak të blokadës që e merr prej qytetarëve, dhe po i siguroj që kur qytetarët janë mësyn asaj zyres, që ai mos me shku, nuk ka polici që ka me mujt me arrestu mira qytetarë. Këtë duhet ta ketë të qartë njëherë e mirë. Pra ne nuk po duam ta bëjmë atë njëherë, ne po duam të grumbullohemi në mënyrë paqësore, po i ftojmë njerëzit që të kemë protest sa më paqësore dhe t'i tregojmë se sa shumë jemi dhe t'i tregojmë se çfarë qëllimi kemi. Mirë, po dikur durimit mundet me orë fundi e mandej për të mund të jetë vonë. Kështu që kjo është një kërkesë shumë legjitime, një kërkesë shumë e thjeshtë. Ne asgjë më shumë s'po kërkojmë, se sa një debat, një pako e cila ndihmon qytetarin, le të pritet konstituimi i institucioneve, vjen qeveria e re, bëhet pako ku rriten pagat, ndihmohen bizneset, përfshihen një dialog social ku janë të gjitha palët e interesit, dhe mandej le të shtrajtohet më çmimi pas një problem, se ne jemi qytetarë dhe kemi shef me pa vendin ton të zhvillu dhe një qytetari e cila ka mundësi me përballu faturën. Për te kësaj, se shumicën e hera zonat që ka ndosht me argumentu ose me dalë në krahun e qeverisë dhe të zërres, kanë thonë që pa u shtrejtu çmimi, na nuk mujmë me pas investime. Në rast se kilovatin e energjisë. Ti ki me bon jo 7 cent, 15 cent, po 50 cent në rast se ka me bon. Kosova ka me përfitu nga ato centa, nga ato të hyra, zero investime. Pra nuk po flasim na për 15% ngritje të çmimit të energjisë. Ne po flasim për një ngritje prej 20 deri në 45%, për arsye se sipas odës ekonomike të Kosovës, çmimet do të variojnë te artikujve bazik, për arsye se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve që i prodhojnë artikujt bazik e kanë energjinë elektrike lanë të parë dhe pa ta nuk kanë mundësi me funksionu, dhe kur merret ky zinxhir, jeta jonë nuk ka mu shtrejtu për 15%, po ka mu shtrejtu rreth 20 deri në 25% ose edhe më shumë me gjanat që ne na duhet t'i blejmë edhe t'i konsumojmë për ditë. Dhe për disa 10 miliona që i duhen zërës për t'i mbulu humbjet si rezultat i kesh menaxhimit dhe i kesh planifikimit dhe i mungesës së investimeve, duke mashtruar edhe për investime, ne kanë më na u shtrejtu jeta për 100 miliona euro. Amo bashkë nëse nuk ka asnjë zgjidhje, do duhet merret një periudhë tranzitore për 6 muaj ose deri në fund të vitit të ardhshëm, dhe çat diferencë sa duhet me u importu rrym, me nda fondet qeveria e Kosovës, pa u shtrejtu jeta asnjërit prej nesh, dhe veçmas pa u rendu funksionimi i biznesit në Kosovë, cilat mujnë me prodhu kundër efekt, me largu njerëz prej pune, me qenë të pakonkurrueshme në treg, dhe veçmas më na u thellu hala më shumë bilanci në mes importit dhe eksportit, e fatkeqësisht kjo do të ishte humbje jashtëzakonshme për ekonominë dhe për të hyrat e Republikës. Le që kjo e ndikon në balancën e import-eksport, po të direkt prodhimit vendor. Do thotë ne kemi paralajmërime prej shumë shoqatave, ekspertëve të fushave ndryshme që do të jetë e pamundur që mos shtrejtohet buka. Ne do ta kemi 65 deri 70 cent një buk. Do thotë dhe furtari ka me pas të pamundur me prodhu dhe mos me shi 70 cent.
E njëjta ka me qenë për qumshtin, që prodhohet në vendin tonë. Pra ka me u rrit deri në €1.80, që sot është €1.25. Për me bëma thjesht, edhe për mollrat që importohen, por arsye se ato duhet më urujt. Edhe aty ka rritje çmimeve. Do të ketë, por sidomos rryma edhe nafta. Janë dy gjërat që kur shtrejtohen, ndryshojnë në komplet zinxhirin. Ale, a jemi dëshmitar për një diçka? Do të thonë, e kemi po që Ministria e Bujqësisë e ka bën një lloj marketingu gjatë gjithë kohës që numri i subvencioneve është rrit sikur më herët. Në anën tjetër, për shkak kësaj që e përmendi Luani, jemi dëshmitar aktual, pavarësisht që jemi në një sezon pa përshtatshme kështu me radhë, po kur çmimet e pemëve dhe perimeve në vendin tonë s'kan qenë më të larta. Domethënë mi të fol për çmime të produkteve shumë esenciale që kanë arrit 5-6 euro kilogrami. Edhe të importuara në fakt. Fiks. Imagjino mu produkte edhe të importume, po edhe produkte të brendshme, edhe përkundër faktit që ka pas subvencionim, domethënë qeveria i ka ndihmu bujqit që mi ia dal më lehtë me qit produktin treg. Çka i bën kjo? Nëse 1 kilogram, ku kushtimisht tash po e marrin, kjo është bosa pak si tema igare, 1 kilogram speca është 6 euro aktualisht, ale. Po na rritet edhe killa speci do burr. Po është veç një problem. Peci, vani jon nuk ka pas, ministri, nuk ka pas. Le ma brestove pak. E di pse ku kanë rrit specat. Po shkak pecit. Problemi është që vani jon nuk ka pas politika të qarta të investimit, o kamera a vëndin investimin sektor. Edhe këto po du me tregu me një fjali. Në vend që të kishim frigorifera të mdhej, apo dhoma që mund të ruhen produktet e prodhimeve bujqësore që t'i kem në një sezon me çmime të arsyeshme, ne kur dalin prodhimet tona në treg, i eksportojmë edhe eksportojmë me çmime të lira si rezultat i dëmtimit të tyre, ndërsa pas një muaj ne përballem me çmime ekstreme. Për me relaksu pak, hajde, do kem tepër tashpër. Ai zotnia veç një zgjidhje e ka. Me i thirr dostat e me i ra pishmën kësaj pune. Na çash për i me e kemi. Sa nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Ai mundet me i bon 100 kilometra prej këtu me shku në stacion. Amon të autobusa. Amana i thojmë rruga ma e vështirë është me i ra drejt. Me shku ka parlamenti të menza, më këthy të poshtë, më shku të ura kryesore edhe me hinë stacion, nëse nuk mundet një qëllu të sheshi të Bill Clintoni. Thjesht, veç një mundësi e kanë me i ra pishmën. Se cila rrugë tjetër, veç ishtin me bon kilometra ma shumë, amo vendimi ka me qenë vendimi që është kërkesa e qytetarëve të Republikës. Luan për fund se jemi shumë voç, me hek dorë nga hajde krejt fund. E lexova sot një analizë, ndol mendjes një ekspert i teknologjisë, i cili paralajmëron që ka me pas rritje edhe telefonisë edhe të çmimit të internetit. Me rritjen e energjisë elektrike, ty ka me të ardhur ma shtrejt, edhe telefoni, edhe interneti, cilën gjithë e përdorin, qoftë në shtëpi, qoftë në zyre, qoftë në telefonat tonë. Mirë, për krejt njerëz të cilët edhe pse kanë me jetë një pakice vogël ali, po që po thojnë jep një zër sa do ne, se kjo punë s'kesh mas. Ju jeni të lodh, jeni të kry punën e juve, amo rryma ka mu rrit. A bashkë ashtu ka orë puna që s'ka kur qysh mundësi ali, më këthyt e masa? Nashta nuk është paralelja e duhur. Edhe Serbia thej ke leni këtë farë pune që nuk bëhet. Po na jemi republik. Janë qëta njerëz që kanë mri me përmbys një regjim, që kanë mri me përmbys një pushtus edhe me ndërtu një republik. Këta janë njerëzit tonë, vetë se e kanë gabudhen, ose përkohësisht janë vu në shërbimin e dikuj, na ju thojmë, kthenu në rolin dhe në pozicionin cilin na ju kemë mandatu, ose hap një dorëheqje dhe vjen dikush në vend juj që e përmbush interesin publik për çka na ju kemi delegu, ju kemi mandatu edhe jemi të ju pagu. Thjesht ju kërkohet më kon veç nivelin e detyrës, nëse nuk mundi me bon. Lëshoni udhë, vjen dikush që din me mbrojt interesin publik, din ku mi kallëzu edhe kjedësit ku me gjithë rrymen me ble, din mi kallëzu ku blehet rryma ma lirë, din mi kallëzu qësh do të mu reduktu humbjet, din mi kallëzu qësh do të me bo planifikimin ma të mirë, dhe veç mas. Din
mi kallëzu kjedësit që para se cilës kërkes për rritje të çmimeve ose cilës do kërkes që e keni, duhet mi përmbush marrëveshjen që e keni për investime, edhe mi deklaru, mi qitë me pas qasje me i po publiku të hyrat, Fitimet dhe që gjitha raportin e auditimit për çështjet financiare të bëmë. Mirë, Luan, mbasi jemi tash drejt përfundimit e misionit, po në anën tjetër jemi drejt konstituimit edhe qeverisje, kush mendoni se do të jetë, jo bëj çfarë këtë pyetje se jemi përgatitur. Një mesazh për fund, Luan, për krejt njerëzit, e kemi edhe atje mesazhin protesto e shtunë 5 prill ora 15, pse do të marrë njerëzit shtunën në shesh? Po, të shtunën të gjitha rrugët duhet me na çu në sheshin Skënderbej, të mblidhemi sa më shumë, të tregojmë secilit i cili guxon me mendu, me marrë vendime që na rëndojnë jetën tonë, që nuk mundet me bokët. Dhe si qytetar normalisht të sillemi me dinjitet, të jetë një protestë paqësore, pa eskalime, të tregojmë që më vërtet jemi të qytetërum, mirë po gjithmonë duke i bërë me dije, ata të cilët guxojnë, po them prap, të marrin vendime për na rëndu jetën neve, që edhe durimi ka limitet veta. Andaj ata të cilët janë aty për të marrë vendime për jetën e qytetarëve, duhet ta kuptojnë që durimi i qytetarëve vije fundi, shansin për të punu e kanë të gjithë, mbështetjen e qytetarëve për me punu e kanë të gjithë, pra sa afër 1 milion njerëz kemi dalë kemi votu, pra në një shoqëni ku jem 1,5 milion, vendet tjera nuk dalin as 20-30%, pra kemi treguar që ne me gjitha atë akoma besojmë tek politikanët tonë, mirë po ne aty ne ju besojmë për me na zgjidh problemet tona, për me na lehtësu jetën tonë dhe jo me na rëndu atë, sepse e tha dhe Aleu, ky popull ka ditë që të përmbys edhe regjime okupatore. Ale, një mesazh për fund, ftesa jote pse njerëzit duhet me ardhë në shesh. 1 cent yti është më i rëndësishëm se sa milionat e dikujt. Jo pse ajo është centi yt, por për arsye se ajo është e drejta jote dhe secili që merr vendime në emër të publikës duhet me dëgju zonin ton, duhet me dëgju kërkesën tonë dhe duhet me u përkujdes për mirëqenien tonë. Thjesht na shta për ty që nesër thu unë nuk vi se kam mundësi me pagu faturën. Dil për ato që s'ka mundësi me pagu faturën dhe dil mi tregu vendimarrësit që ti je qytetar aktiv që kërkon llogari dhe gjithmonë ki me kërku prej ti me qenë nivelin e detyres. Gjoj ko, dil e protesto nëse jo për vete, për interesin e publikës edhe për republikën. Ale dhe Luan, faleminderit shumë që keni qenë pjesë e këtij podcasti, të këtij episodi të radhës. Po besoj që kemi ndonjë informata të mjaftueshme sepse gjithë bashkë duhet me qenë të shtunën me 5 prill në ora 15 në sheshin Skënderbej. I ftoj edhe unë kështu në emrin juj edhe në emrin e gjithë atyre që janë të punu brenda grupit pa ndalë aktivistat, që qytetarët mos me hezitu, ora 13, data 5 prill, dita e shtunë, një ditë do të jetë e mirë edhe në aspektin meteorologjik, kështu që do të kemi mundësi edhe takohemi bashkë të bisedojmë, po edhe një farë me ta ngrisim zonin dhe tregojmë që në çështjet që janë të interesit publik, ne si qytetarë jemi të gatshëm me reflektu. E ju shikues të nderuar, deri në podcastin e radhës, kaloni sa më bukur.